SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze ka goditur një rrjet të madh kriminal që merrej me trafikën ndërkombëtar droge dhe që drejtohej nga shqiptar. Në një konferencë të përbashkët për mediat të mbajtur në Tiranë, SPAK dhe prokuroria finlandeze dhanë detaje për operacionin e përbashkët, i cili është rezultati një hetimi të nisur 2 vite më parë. Prokurori finlandez deklaroi se grupi kriminal shqiptar trafikonte drogë nga Holanda dhe Spanja drejt Finlandës. Gjatë aksioneve të zhvilluara në kuadër të këtij hetimi janë sekuestruar rreth 300 kg drogë, konkretisht 170 kg amfetamin, 10 kg kokainë dhe 100 kg kanabis, ndërsa janë arrestuar 9 persona dhe 2 janë në kërkim. 54 persona të proceduar dhe shumica të dënuar në Finland. SPAK njoftoi se hetimet për këtë grup kanë nisur në qershor të vitit 2023, ndërsa për anëtarët e grupit po vijon edhe hetimi pasuror. Në Shqipëri janë sekuestruar 8 automjete, disa aparate celular dhe dokumente të ndryshme, që sipas SPAK provojnë aktivitetin kriminal të këtij rrjeti të strukturuar. Besimi ndërinstitucional, profesionalizmi dhe përkushtimi i përbashkët na kanë mundësuar të godasim disa grupe kriminale, të cilët janë përgjegjës për trafikimin dhe shitjen e sasive të konsiderueshme të drogave të lloje të ndryshme, ku përfshihen droga sintetike, kokainë, marijuana e tjerë. Ky hetim është rezultati një pune të gjatë, i mbështetur në shkëmbim të efektshëm informacioni, koordinim ndërkombëtar dhe përdorim të instrumenteve të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për mbështetjen, ndërmjetësimin dhe lehtësimin e komunikimit mes SPAK dhe autoriteteve finlandeze. Prokurori Arben Kraja dha detaje për operacionin e SPAK dhe autoriteteve finlandeze për goditjen e një grupi kriminal të trafikut të drogës. Kraja tha se droga trafikohej nga Shqipëria drejt Finlandës ose nga Spanja drejt Finlandës. Hetimi faktikisht ka nisur bazuar në Shqipëri, bazuar në informacion spontan të dërguar nga autoritetet finlandeze në SPAK, mos ata kishin konstatuar shtetat shqiptare të përfshirë në aktivitet kriminal. Në Shqipëri u regjistruar më njëherë procedimi penal, në kontakt me autoritetet finlandeze u vendosë dhe vëra dakord të krijohej një skuadër përbashkët hetimore, që u finalizua shumë shpejt, në 2-3 muaj nga momenti i parë, dhe pastaj 2 vjet rresht punë përbashkët, takimet përbashkëta, shkëmbim informacioni i përditshëm dhe kemi ardhur në ditën e sotme që kemi këtë rezultat të aksion që ne po bëjmë prezent. Nga kjo çështje, po nga ky hetim, paktën ne kemi nxjerrë disa, si thosh, themi tipologjie, po disa problematika që në radhë parë tregojnë shtrirjen dhe shpërndarjen e aktivitetit kriminal të shtetit shqiptar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra përfshirje nga Shqipëria drejt Finlandës, përfshirje nga Spanja drejt Finlandës të aktivitetit kriminal të shtetit shqiptar të përfshirë. Prokurori i SPAK, Alfred Shehu, tha se janë lëshuar 11 masa sigurie, 9 prej të cilave janë ekzekutuar. Shehu ka dhënë detaje se si funksiononte grupi kriminal i trafikut të drogës i goditur në bashkëpunim me autoritetet finlandeze. Bëhet fjalë për 4 grupe kriminale të drejtuara nga shqiptar, të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë mes tyre për organizimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike nga Shqipëria, Spanja e Holanda drejt Finlandës. 2 nga drejtuesit e grupit janë me origjinë nga Vlora, 2 të tjerë nga Kuçova dhe Berati, por janë të vendosur me banim në Tiranë. Shkëmbimi i informacionit me autoritetet finlandeze ka qenë edhe i pandërprerje, pothuajse për ditë, komunikimet e hetuesve të byros kombëtare të hetimit. Dhe në përfundim të këtyre veprimeve u arrit dhe përcaktimi i ditës së aksionit, se kur do të bëhej goditja. Dhe kjo është në marrëveshje të përbashkët me përfaqësuesit e autoriteteve finlandeze. Nga ana e prokurorisë posaçme, gjatë muajit maj është dërguar kërkesa për caktim mase sigurimi për 11 persona. Dhe nga gjykata e posaçme e shkallës parë në korrupsion dhe krimit të organizuar me vendimin numër 52/26/2025 është pranuar kërkesa e prokurorisë posaçme duke caktuar masa e sigurisë për 11 personat, arrest në burg. Komisari për krimin në Byron Kombëtare në Finland tha se drejtuesit kryesor të grupit kriminal vepronin nga Shqipëria. Në fjalën e tij, kryekomisari kujtoi edhe operacionin që u mor 2 vite më parë, një hetim në shkallë të gjerë,
ku arrestuan 55 shtetas dhe u sekuestruan rreth 300 kg lëndë narkotike trafikuar nga Spanja dhe Holanda.